Tutto è iniziato in Italia nel 1834-1840. Kjo histori fillon në Itali rreth viteve 1830-1840. Një prift I ri, Don Giovanni Bosco, dëgjoi një zë që I tha tu shërbente të rinjve. Dhe për të jeta u bë një mision I madh. Ai filloi të ndihmonte fëmijët e varfër dhe të braktisur. Di aiutare I giovani, I fanciulli, poveri e abbandonati. Ci troviamo in un periodo storico a Torino. Don Matteo do të bënte një lidhje midis Torinës së shekullit XIX dhe realitetit të sotëm shqiptar. Salesianët, vazhduesit të Don Boscos, janë të pranishëm në 121 shtete me 2031 qendra. Në 10 vjeçarin e fundit të shekullit kaluar në vitin 1992, ata u vendosën dhe në Shqipëri. Qendra sociale Don Bosco është ngritur në afërsi të Laprakës për të qenë sa më pranë shtresave të varfëra të popullsisë. Dyert e saj janë të hapura për të gjithë, pa dallim feje dhe race. Don Bosco kishte një zemër të mrekullueshme për të varfrit, thoshte nën Teresa. A Torino incominciavano le piccole industrie. Në Torino në asaj kohe shumë djemë të rinj braktisnin periferinë e varfër dhe shkonin në qytet për të kërkuar punë. Dal Veneto in cerca di lavoro. Come purtroppo anche oggi. E njëjta gjë ndodh sot, kur shumë të rinj shqiptar largohen nga Shqipëria për një jetë më të mirë dhe për të gjetur punë që të ndihmojnë familjet e tyre të varfra. Se stessi e la propria famiglia qui in Albania. Eksodi I madh e ka zanafillën në vitet 91-92. Kjo hemoragji vazhdon dhe sot. Mjaft vajza të reja, të mashtruara, kanë rënë në duart e trafikantëve të mishit të bardhë. Ato mbushin sot rrugët e metropoleve europiane. Si për ironi të fatit, quhen ndryshe dhe xixëllonjat e trotuareve. Shumë të rinj dhe minoren, të braktisur, prej e keqbërësve të ndryshëm, përfunduan në duart e drejtësisë. Ne na kujtohen fjalët e Don Boscos, më parë të parandalojmë të keqen se sa ta ndëshkojmë atë. Bërthama qendrës sociale Don Bosco, që në fillim të krijimit të saj ishte oratori, me kënde të ndryshme të aktiviteteve sportive dhe të edukimit. Këtu vinin fëmijë dhe të rinj nga periferia e varfër me shumë probleme, Lapraka, Bathoria, Breglumi. Sot, ajo është qendra sportive më e mirë në Tiranë. Në këtë qendër, çdo ditë hynë dhe dalin rreth 800 fëmijë dhe të rinj, nga mosha 6 deri 22 vjeç. Oratori qendra rinore Don Bosco është një ambient edukativ dhe rekreativ, ku fëmijët dhe të rinjt mund të kalojnë kohën e lirë të tyre jashtë-shkollore. Në periudhën e 2 kohërave, që janë një kohë për fëmijët nga mosha 5 deri në moshën 14 vjeçare, pastaj nga mosha 15 vjeçare deri në moshën 25 deri në 30 vjeçare. Në këto kohë fëmijët pa asnjë obligim të pagesës, por në mënyrë shumë të lirë dhe me aktivitete gjitha gratis, siç janë teatri, poezia, shkrimi, vizatimi dhe shumë aktivitete tjera. Pastaj kohën e dytë të orarit të cilën e kalojnë këtu, mirën me aktivitetet sportive. Që kështu ata të edukohen duke u argëtuar dhe të argëtohen duke u edukuar. I primi giovani incominciarono
a consacrarsi alla stessa. Don Bosco mblodhi njerëzit në vështirësi. Edhe sot mjaft të rinj ndjekin shembullin e tij. Ata që morën pjesë në këtë mision u quajtën Salesian, për nder të Shën Francesco de Sales, një kleriku të njohur francez. Creare la congregazione. E di fronte al nome da dare a questo primo raggruppamento da lui realizzato, Don Bosco scelse di chiamarlo Pia Società di San Francesco di Sales. I shoqëruar nga një prej salesianëve, Don Mateo, shkon shpesh në periferitë të Tiranës për të parë gjendjen nga afër. Ospita Ushtarak, pastaj prapa, afer ferrovia, e fundit drejt e Bregumasi. Ai kërkon t'i prek vetë problemet dhe mundohet t'i zgjidhë ato që jeta e të rinjve të ndryshojë. Si dishepull i Don Boskos, ai do t'u jap të rinjve një streh, një edukim, një punë dhe ç'është më e rëndësishmja, shumë dashuri. Në këtë zonë ne marrim shumë nxënës, që çdo ditë me shumë për shtunë e të diel vinë tek Centro Don Bosco. Pastaj ne rrim pak tek disa familja e nxënësve që vjen në qendër rinore dhe në qendra social, në qendra profesionale, shkollë profesionale. Ti unë di, ti quhet ti? Rambo, pa. Rambo. Si Rambo e një e di? Rambo e tretë. Rambo i tjerë dhe ti ka ureda. Aha. Shumë mirë. Në që ora shkon, në mbi 10 shkon në shkollë? Shkon. Ti shkon në shkollë? Po. Mirë, ti? Po. Ti? Ja. Jo. Pse nuk e shkon ti? Ti e madhe? E kam lënë. Dite parë, muaj shkurt, ju presim në Centro Don Bosco të gjithë të fëmijë që nuk shkon në shkollë. Shikojmë për të bërë diçka. Do shta edhe, do të bëjmë një klasë vetëm për person, për fëmijë që nuk shkon në shkollë. Dakor? Ata do të takohen së shpejti në qendër dhe nuk do të ndahen më nga njëri tjetri. Qendra sociale Don Bosco ndihmon jo vetëm moralisht, por edhe materialisht familjet në nevojë. Ku nuk ka shkelur këmba e Don Mateos? Sot ai shkon në Breglumas, në këtë lagje të varfër të Tiranës ku ende mungojnë rrugët e asfaltuara, dritat, uji, kanalizime. Në këtë familje ka shumë të papunë, fëmijë që kanë braktisur shkollën, njerëz të sëmurë. Don Mateo po u kthen shpresën. Hali mirë. Në shkollë jeni? Mirë. Si quhet ti? Hajde ju. Okej. Në familjen Qazimi, qendra ka kontribuar për të ndërtuar një shtëpi të re, 2 dhoma e një kuzhinë, e cila do të zgjidhë përfundimisht nevojën për strehim. Zotë me mos. Don Mateo vazhdon udhëtimin e tij në drejtim të qendrës së Breglumasit, ku me një projekt edukativ ndihmohen të rinj dhe të varfrit të braktisur që të bëhen qytetar të ndershëm e të devotshëm. Në kishën e ndërtuar kohët e fundit, fëmijët jetim gjenë mbështetje në rrëfimin për sakrificën biblike në emër të sëmirës. Aqui está o presépio e o presépio representa a gruta onde nasceu Jesus. Këtu dhe më thonë, motra së bashku me animatër të i kanë ndërtuar një garak e cili përfaqëson vendin ku ka lindur Jezu Krishti që ka lindur 2000 vjet përpara. Te falem Maria, i plot Zot me ty.
e bekuar e mbi të zëgrat, e bekuar për të Patë Jezus, qaj të marë, e bekuar e mbi të zëgrat, e bekuar për të Patë Jezus, qaj të marë, në të zot, lutë për ne nga parë, ta që të lutë të fekësor, amin. Në kopshtin e ndërtuar nga qendra, vinë çdo ditë mjaft fëmijë nga familje pa të ardhura, fëmijë të braktisur dhe jetim, për të kaluar orët më të bukura të jetës së tyre. Në ambulancën dhe klinikën dentare shërbehet falas për të gjithë. Një pjesë e personelit mjekësor punon vullnetarisht. Mirdita, buongiorno. Vieni. Mirdita, se dovessi venire. Sì, calore. Mirë. Buoni forti e ti. Forti? Andiamo di cellule. Ok. Ciao. Vertete mi bacio. Come da guidare. Vertete mi bacio. Bravo. Che bello, vedi? E ancora. Në ambientet e qendrës është krijuar dhe strehëza për fëmijët jetim. Não sou da moa. Não, una bicana con due. Mi digna molas, guarda. Një pjesë e madhe e tyre nuk kanë qenë fare në shkollë. Tani mbas një projekti i organizuar nga Shoqata Viz dhe nga Don Bosco, u është dhënë mundësia që të hynë dhe në shkollën shtetërore dhe këtu jepet një mbështetje për shkollën dhe gjithashtu zhvillohen dhe aktivitetet të tjera. Don Domeniki, i ardhur nga Gjakova, me fëmijët sillet si fëmijë, me të rriturit si i rritur, atë e sheh kudo. I am from Leja. I am 10 years old. I have a sister. Allora tutti parliamo in italiano. Redion comincia a presentare te stesso. Io mi chiamo Bessian Selimai, sono nella 8ª scuola, sono nella scuola Ahmed Gashi, ho un corso di inglese. Don Bosco, një ditë ishte duke udhëruar, edhe duke kaluar nëpër rrugë, nalet një karrocier, një taksist kishim për thënë, i cili nuk ka pas taksi, makinë, përpara ka pas karrocë mekanike. Edhe e merr Don Bosco. E Don Bosco, në qenë se ishte një shumë komunikues, nuk dëshiron të hyjë aty brenda karrocës ku rrinin zotërinë. Por ngjitet dhe ulet bashkë me karrocierin, me një njeri të varfër, që të bisedojë me të, edhe të komunikojë me të. E gjatë udhëtimit, Don Bosco e vrej një gjë shumë interesante, se
karrocieri, ai zotriu, I kishte një kanë shumë të bukur. Shumë të mbajtur, edhe shumë të madh. Sa që Don Bosco mbetet I magnitën. Edhe I thot, zotëri thot, a është mundur të pasironi si mund të mbani një kalë tillë, kaq të mirë, kaq të bukur, kaq të pastër, kaq të mbajtur. I thot karrocieri, është gjë e vështirë të mahet një kalë I tillë. Unë e thot, çdo ditë kaloj spaku 2 orë gjysmë duke mi mbajt këtë kalë. Oh, thot Don Bosco, sa bukur. 2 orë gjysmë ban, ja kushton ti kalë po thot. E për këtë arsye thot është kaq I bukur. Ah, mirë thot Don Bosco. A për të bëj një pyetje tjetër. Thot urdhra. O zemër sa të thot, shpirti tënd, sa kohë I kushton? Po thot, jo thot, jam një e thonë lutem. Po thot, jam një fetar. Sa herë çoj me xhes, baj shaj me kryqit dhe tham o Zot ndihmo. I thot Don Bosco, vetëm kaq? Po thot, vetëm kaq. Atëherë, unë do të kisha pas dëshirë më shumë të isha kali yt, sepse se sa shpirti yt, I thot Don Bosco atij karrocieri. Në këtë qendër, në dallim nga shkollat e tjera të Tiranës, dita fillon ndryshe. Të gjithë
Në një nga ambientet e shkollës është hapur dhe zyra e punës. Zyra e punës, që është brenda ndërtesës, siç e shikoni, qendrës profesionale Don Bosco, është një program i zhvilluar në bashkëpunim me VIS, një organizatë jo qeveritare italiane, e mbështetur nga Ministria e Jashtme italiane, që ka për synimin, domethënë, kryesor të saj. Në fillim ka një kontaktim drejt për drejt me firmat sot për sot në Shqipëri, në mënyrë të tillë që studentët që janë këtu të mësohet se çfarë është në të vërtet puna, sepse në shkollë dihet që mësohet vetëm ana teorike, ndërsa ana praktike ose mësimi i punës është pak sa i vështirë. Ne organizojmë stazhet njëmujore pranë këtyre firmave për çdo student që mbaron një kurs këtu te ne. Mjaft nxënës, mbasi kryen shkollën e formimit profesional Don Bosco, gjejnë vende pune në sektor të ndryshëm të jetës. JAPS është një post private ku mbyll edhe ciklin e të Don Boscos. Pra, nga identifikimi të rinjve, formimi, shkollimi, është edhe dhe më mbyllje e ciklit, dhe më është finaliteti i gjithçka dhe më është zënë me punë. Atëherë JAPS është një ndërmarrje e re, e tipit të ri, biznes social. Është biznes sepse është bën pjesë të gjitha ndërmarrjet e tjera të biznesit, është sociale sepse çdo lloj fitimi që do ketë JAPS-i do të përdoret për qëllime sociale të rinjve. Nxënësit e kursit e animatorëve social përgatiten nën kujdesin e profesor Toninit. Me të vërtet të bukura të thënë nga Nën Tereza. Shpeshherë njerëzit janë të paarsyeshëm, të palogjik, e mburavec. Ndjejini ato. Nëse ju jeni të sjellshëm, njerëzit do t'ju akuzojnë për servil, për qëllimet e tyre të errta. Ju vazhdoni të jeni i sjellshëm. Nëse do të keni sukses në jetë, kini kujdes, se do t'ju aviten miq të shtirur dhe armiq të vërtet. Ju vazhdoni të jeni i suksesshëm. Edhe nëse ju jeni i ndershëm dhe i çiltër, njerëzit do të llomotisin për ju. Megjithatë, ju vazhdoni të jeni i ndershëm dhe i çiltër. Ato që ju e ndërtuat me munde djers, për godinën njeri, për vite e vite dit, dikush mund t'u shkatroj natën, por ju vazhdoni të ndërtoni. Të mirën që ju a bëni të tjerëve sot, të shumë do të jenë ata që do të harrojnë nesër, por ju vazhdoni të bëni të mirën. Falja një botës pjesën tuaj më të mirë, edhe nëse bota do të tregohet e pangopur. Këto këshilla kuptojini qartë në analizën finale të jetës tuaj, kur jeta juaj do të matet me orët e fundit, sepse çdo të mirë që e bët, që një çështje